Atëherë ju e kujtoni me siguri që të njëjtit janë duke i dredhuar fjalët këto 6 vitet e fundit për gjatë gjithë kohës duke u munduar që të arsyetojnë veten që nuk janë anti-amerikan. Mirë po të gjitha faktet dhe lëvizjet e tyre, refuzimi e tyre përmes kësaj llafomanie realisht e tregon më së miri që ata janë anti-amerikan dhe nuk janë vetëm kundër gazit, po gjithçka që ka të bëjë me botën perëndimore dhe veçanërisht me Amerikën. Kështu që nuk është asnjë befasi këtë që e thot Artona Riznavoli, falni. E ka thënë të kundërtën më herët, kur thoshte dikur lëvizjeve të vendosje që ne jemi kundër thëngjillit, tani po thonë se jemi pro thëngjillit. Të jesh kundër thëngjillit apo pro thëngjillit, në fakt të shkosh nga njëra anë apo nga tjetra, në fund është e njëjta gjë sepse rezultanti është që janë kundër amerikanëve. Çdo propozim dhe çdo lidhje me amerikanët, këta janë duke refuzuar. Pra, ne jemi mësuar me këtë. Thotë nuk është se